ka bërë një çek të shpejt, një kontroll, një audit shkurt dhe kanë pas mos përputhje në mes të raportit, kandidatit, partisë, numrit e tjera. Tash, a ka prek dikush teknikisht një klik, një najke të një tjetër nuk besaj, se 6.000 najke s'kan pas vakt kush 6.000 x sa mi dhonë të një kandidat. Po që kanë po, ta i lexuesi ku ka thonë, supozoj u ka numri 13, ka thonë numri 17, 13 shkru këtu, 17, ta shprashtojt pyetja, këta tjerë që ishin aty, pëse këshyren? Vetëmi, kur udhëhes si kryesuesi i ka pas pasportin që ka mujtë me regjistru, a i pëse si i pau. Pra, ka shumë dilemat të cilat unë jam i bindun të besu profesionalizmin e këtyre djemve dhe vajza o treja në prokurorin e shtetit që do ta zbardhen deri në fund këtë rast. Por nuk do të kisha dashur, pavarësisht nuk e di në domenin e kujt mund të bjen. Kërkojnë ndjes avokat në domenin e prokurorisë speciale, kujt do kuft, që njëherë për gjithmonë të ndërprej të kjo, sepse për ndryshe del zgjedhje Badihava. Nëse ti del zgjedhje, këtë qytetarët e Kosovës donin zgjedhje 4 por zgjedhje kena pas këtë vit. Dhe nëse kon ky rezultat edhe më herët, atëri për shkak kena dalë zgjedhje. Por nëse duhet me dalë zgjedhje dikush dhe me përcaktuar rezultatin dikush tjetër, kjo është ajo cënimi që thashun edhe në aspektin moral e politikë gjithsesi, për në aspektin juridik, unë mendoj se ka dëmtuar jashtëzakonisht shumë edhe Kosovën si vend, për shkak se ne jena mburr, madje krejt rajoni është mburr me neve. Gjithmonë kemi pranuar rezultatet zgjedhore, gjithmonë kemi pas notën e parë. Kjo vërejt nëse keni parasysh të zgjedhjet kur ishin edhe të nën shkurtit. U vërejt një farë defekti kur ra sistemi, unë ngritë sistemi, i thamë që jenë elemente defekte teknike. Pastaj kena pari një suport jashtëzakonshëm të mizëve tonë ndërkombëtar, kryesisht ambasadës britanike, e cila e ndihmoi këtë gjë pikërisht për këtë. Dhe zgjedhje përveç njerëzve që merren me këtë gjë, zgjedhje profesionistë, profesorë universitar me mirëmbajtje. Dhe të paktën në këtë rast nuk kena pas sulm nga jashtë. Nëse u pretenduan në nën shkurtit që ka pas ndërhyrje ose sulm, në këtë rast nuk ka pas sulm nga jashtë. Dhe tash na mbrojtëm nga jashtë familjen politike, zgjedhjet e tjera, por nga brenda shkatrum nga brenda. Prandaj është shumë du me besu që do të jetë hera e mbrojmë që kanë, por do të kisha bërë thirrje urgjente përfaqësuesve politik që të rishikojnë ligjin e zgjedhjeve. Ligji i zgjedhjeve është defekt. Po të veç sa kanë miratua, prof, 2023. Kanë prit 10 vjetë ose 12 vjetë për mi ba ndryshimet ligjore dhe në krejt këtë. E zëtë Jashavaj, ti dinë shumë mirë kanë projekt 3-4 nene cilat kanë të bëjnë kryesisht me numrin e votave, ndarjen e KCZ-s në për vend votime në për qëto komunat e vogla. E kanë heshtje zgjedhore, se kanë lënë... Për mendimin tem, pat ka qenë. Këtë bota ka heshtje, këta se kanë lënë, por kanë bërë të sanë kozmetike sa mu duk që po bëjmë ndryshim. Nuk kanë bërë ndryshim, unë kom pa, për shembull, shoqëria civile ka bërë thirrje me rinumëru edhe votat me post, ka bërë thirrje me rinumëru edhe votat e ambasadave. Pra, me siguri kanë pa elemente të caktuar se diçka nuk është, diçka nuk përputhet. Sepse shifrat janë kokëforte, s'mundesh, Badihava e numër. Sigurisht. Është vërteta